Ahireti të ndërlozën, ahireti, mos harroni. Ahireti është forca organizative e jetës tonë. Me ahiret duhet me organizu dunjan, që shtu kam qenë sahabët. Ata kretë dunjan e kanë organizu, e kanë qliru, e kanë hap, e kanë zhvillu me ahiret, jo me dunjan. Me ahiret, se ahiret është më i madh se dunjaja. Prandaj ahireti mundson me pas dunjan, jo dunjaja. Kështu që besimtari temë madhe ka ahiretin. Ahiretin. Ditën e gjykimit. Vdekja është temë jonë. Ti me vdek. Por jo në kuptim të panikut, jo në kuptim të zhgënimit, jo në kuptim të gjunjëzimit, jo në kuptim të vëdësimit. Na duhet me vol për dekën për të na vëdësu. Sikur që ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, nuk kum pa një realitet që trajtohet si dyshim më shumë se deka. Realitet ketim që kena me dek, ama e trajtojmë sikurse s'kena me dek. Ka mundësi nuk desën. Që ashtu të sjella e zakonshme njerëzve. Ti kthehemi realitetit, lironi nga imagjinatat, lironi nga fantazmat. Realiteti është se jeta është e shkurt, ka me dek, çka i thosh Allahu te barekuta. Që kjo është jeta jote, Allah. Që kjo është